Është momenti t'japësh një intervistë. Deklarat. A jemi mirë, a jo okej, a ka ndodhur ndonjë gjë? Unë dhe Shylina jena shumë nice, jena shumë okej, Kicanit është shumë mirë, shqyr për i zotit, dojnë ma shpejt edhe fitoj. I kesbi aty që kam pretendu më fitu e kanë u. Po problemu së mërë me ne o Gimbo. Pse nuk ishe ditën e martë, edhe pse nuk që ka nusja për ty. Pse nuk ishe ditën e martë dhe sot? Po, për thët, jam i ngarkume dhe kom posë shumë të munjë të mirë me një projekt. Kjo ka qenë arsye pse nuk u mujt me kona aty për Okej, ka puna para nuses, respekte vlla. Më fal për shprehjen. Po s'ki merak se nusen nuk e lën mangut. Respekte. të po me dota qysh Me i dhani qik support o Gimbo, se nuk ka vëmendje si fituse. Me shumë si vizhons. Respekte. Unë do ta filloj herë që Rogerti Gënjeu kur tha që Selin ka celulit, Selin s'kishte celulit se pash kur erdhi këtu. Kështu që mos u mërzit fare në këtë drejtim, domethënë. Po ças më keni ba për celulitin, po ti pse s'erdha atëherë për me pa. Po më keni kryqëzu mu. E dyta. Atëherë ti Po pas përtej kësaj, se ky është mesazh i rëndësishëm, është okej, shumë okej. E kam thënë unë, gruaja femra pa celulit është si qielli pa yje.